publiku, falënderit shumë për duat rukitjet tuaja, përshëndetje mi mbrëma të shikues nderuar, publiku I falënderit shumë për duat rukitjet, sepse do të vazhdoni edhe tutje sonte. Nderuar të shikues, sonte është emision special, është emision ku në Milioner kemi ftuar mysafir special që ju I njeni nga emisionet tjera dhe nga jeta publike po ashtu. Atëherë sonte, më lejoni që me njerë t'i thras, sepse ju do të prisni pa durim Donat Qosja dhe Fatos Kryziu. Kur të dëmë? Kemi dy aktorë të famshëm dhe mjaft të pranuar nga publiku. Tani po thrasim edhe një këngëtar, një sërë këngëtar, që po na ik nga njëherë, për prap mbetet specifik. Altin Goci. Bravo, Tini. Altin, jeni për të luajtur me njëra, apo për të kënduar, si të doni? Sonte skena është lirë, nuk kemi regula përveç se regulave të lojës. Me që gjithmonë këndoj, them sot ta provoj ndryshe. Okej. Luaj. Samir t'jem përballë Altinit, por ky më një do t'ishte të këndonte edhe unë ta dëgjoja. Është kështu interesante, sepse gjithmonë e kam parë nga televizori dhe sot ndihem këtu konkurrent, le të themi. Është më mirë, e? Mirë. Sonte në Milioner kemi këngëtarin e njohur nga Tirana, Altin Goci. Altini ka mbaruar Akademinë e Arteve të Bukura për menaxhim, po ashtu arti, profili kanto. Kryesisht emisionet muzikore janë preferencat e tij. Sigurisht. Në përgjithësi. Pastaj Beatlesat, Oasis, Kulla Shaker, nga Britania e Madhe, gjithmonë. Britpop. Generation. Sigurisht janë këto bende që të pëlqejnë. Rregullat e lojës sigurisht I keni përcjellur, por rregullat e lojës janë se duhet të përmenden rregullat, të thuhen, po ashtu për të shpjeguar edhe televizionistëve, sepse shumat që ju fitoni keni vendosur që në fillim do t'i japni. Unë kam vendosur që shpresoj të shkoj sa më shumë, kuptohet? T'ja për bamirësi, me që ky emision është për dijen, për një urit, për konsiston të dija, unë do kisha qef domethënë më shumë se kur ka nevojë shkollat për para le të themi, për aq sa unë kam mundësi të arrit këtu, kupton. Do më duke gjë më saktë si çoja për një shkollë tek e fundit. Në rëndësi mendoj se është vullneti dhe jo shuma nga njëherë, sepse kjo gjeneron një shumë tjetër. Mjaft ajo vullneti mirë, këtu është gjitha. Faleminderit Altin. Çfarë nuk I duhen parë, sipas një thënieje kalit të falur? Këmbët, dhëmbët, shala, krifa. Tash sipas mendimit tim dhe mendimit të popullit, kjo është e thjeshtë faktikisht B-ja. Dhëmbët. B-ja përfundimisht. Dhëmbët, po. Kalit të falur nuk duhen parë dhëmbët. Sakt. Pyetja e dytë. Cili nga këto element të gjuhës mund të lakohet? Folja, emri, përemri, lidhza. Atëherë, ke B-ja, emri normalisht. Folja zgjedhohet, emri lakohet normalisht. Ke B-ja, pa Atëherë, emri. Po, e fundit? Emri, B-ja. Po, sakt. Vazhdojmë pyetja e tretë. Kush mund të jetë dramatik, figurativ dhe I aplikuar? Lapsi, fundi, kujtesa, arti. Kam përshtypjen se gjitha këto I përmbledh D-ja. Arti, dramatik, figurativ. D-ja kjo është përgjigja ime përfundimtare.
Kështu thuhet, Arti mund jetë. Quiz milioner është art, gjithaj ka. Edhe jam gjitha. pikuar. Edhe dramatik ditë jetë nga njerë. Sakt. Jo nga njerë për shumë herë. Gregorian dhe lunar janë lloje të vallëzimit, harçeve, kalendarëve, poezive. C-ja. Përfundimtare. Përfundimtare, po. Po. Kalendarëve, sakt. Kalendar, po. Bravo. Pyetja e 5, pragu i parë, 250 euro. Në cilin nga këto qytete nuk ka stacion treni? Korçë, Shkodër, Vlorë, Tiranë. Po me sa di unë në Korçë kam përshtypje nuk ka stacion treni. Sepse më mbaj mend që treni shkonte deri në Pogradec, si ishte stacioni i fundit. Tiranë, Pogradec. Sa bën treni Tiranë, Pogradec tani? Tani nuk e di, po dikur në atë kohë ka qenë shkonte 9 orë rrugë. Do të thonë, nuk e di, si ku shkoj me avion në Amerikë. Unë them për anë përgjigjen time përfundimtare. Korçë. Sakt. Bravo. Altin, tani kemi fituar 250 euro, Rime. Jo, keq. Shpresoj të shkoj më lart. Po. Po të moderonit ju një emision kush do të bëhet rocker. Do më ftoni mua? Apo si kam flokë të gjata? S'ka problem, jaf zërin. Zëri. Unë nuk jam nga ata që shojnë. Kjo është një prej elementve identitare, dhe kjo determinon diçka të rockerën. Kush është kështu pa flokë? Kush ban? Në kohën e rockut. Era jem, Ariem. Në kohën e rockut klasik, okay, ose më saktë heavy metal i dha atë përfundimin me flokë gjata. Megjithatë në kohët e sotshme, po të veshër gjithë rockerët i kanë prerë flokët. Ty çka ta merr mendja për këtë që thash, për dukjen, përmenda flokët? Pa e realisht, për rockun janë disa elementet që bojnë një rocker me u duk veçant disa këngëtarëve ose zhanëve të ndryshme të muzikës pak ma të veçant. Që janë raperat që veshën në gjanë, rockeri ka do ku di unë vëth, flokët, mjekrën, flokët. Ka do lëkurat që i ku mbajt unë në shkollë fillore, shumë të ishtu këtë lëkura, ka 8 këmisha qorapet, të me kësi pantollat shkime qëtu me radhë. E tash i ki rockera shumë frajera. E ka një jakët lëkurës, i hek vetlat, është i depilume të adhen. Po dhe rocker ma... Po me gjitha talë në këtë punë, nëse përplasim për rockun, muzika rock është ma e mirë. Shkojmë tutje, falderit fatos. Falderit juve, më dhatë knasi. Edhe ju neve nga një dhatë knasi. Vazhdojmë Altin, pyetja e 6. Cili format i letrës është më i vogël? A1, A0, B2, A4. Tradicionalja në letrave në përgjithësi, mendoj që është A4. Po, përgjithësi. D-ja. A4. Përgjigje ime përfundimtare. 210 me 297 cm. A4. Bravo, sakt. Okej. Pyetja e 7. Në filmin Jerry Maguire, biseda e gjatë telefonike në mes të agentit dhe lojtarit kulmon me frazën:
Ma jep rastin. Tregomi paratë. Unë di të luaj. Mos më telefono kurrë. Atëherë, këtë film e kam parë me mira herë. 99.99% sigurt, s'mund të them 100% asnjëherë, është tregomi paratë. Show me the money! Unë e konfirmoj, bën, kjo është përgjigjja përfundimtare. Filmi është realizuar në vitin 1996, kush luante Tom Cruise, Ren Zellweger, dhe përgjigja është e saktë. Lash gjithmonë 1% sepse në herë këtu nuk I diet. I will show you the money. 500 euro. Pyetja 8. Cili prej këtyre yjeve të rock'n'rollit njihet me nofkën Bossi? Bon Jovi, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Bob Dylan. Unë kam shumë të dëgjuar normalisht nofkën Bossi. Nuk jam shumë I sigurt, po kam përshtypjen se nofkën Bossi kam pasën Bruce Springsteen. Po t'ishe jashtë kuizit, sigurisht do t'ishe më I sigurt. Janë 3 ndihma. Jo, unë do... Okej, unë si fillim do të shfryzoja 50 me 50. Ku janë dilemat tuaja? Midis Bon Jovi dhe Bruce Springsteen. Midis Bon Jovi dhe Bruce Springsteen. Të shohim. Të bëja ke Bruce Springsteen. Përgjigja përfundimtare. Këtë nofk, Bruce Springsteen e kishte marrë derisa performanti në disa lokale të natës dhe sa herë merrte paratë fillonte të shpërndante bendit të tij. Më herët kishte qenë me një njoft tjetër si doktori. Bruce Springsteen, The Boss. Cila familje mbretërore kishte sunduar në Francë dhe Spanjë? Medici, familja Bourbon, Matrafal, apo familja Tudor? Me sa di unë, familja Medici, nuk jam I sigurt mbretërore apo jo, po e di që ka qenë në Firenze, mos gaboj, në Itali. Do të vazhdoj me ndihmë. Ndihmën? Me ndihmë, po. Me ndihmën e publikut. Këngëtari jonë, Altini kërkon ndihmën tuaj tani. Kërkoj ndihmë. Dhe pyetja, cila familje mbretërore kishte sunduar në Francë dhe Spanjë? Nën A. Medici, B. Bourbon, C. Matrafal dhe D. Tudor. Na jepni përgjigjen tani. Bourbon. Publiku vendosi 50% Bourbon. Ti besojnë publikut, atëherë B. Bourbon, përgjigja ime e fundit. Matrafal sundonte po ashtu publicitetin në milioner. Po të nderuar të shikues, u kthyem në quizin kush do të bëhet milioner. Është ky emisioni special me të ftuar special.
Momentalisht në karrierën e nxehtë është Altin Goci nga Tirana, solo këngëtari jon i mirë njohur. Pas shfrytëzimit të ndihmës, Altini po ashtu vendosi që t'jap përgjigjen përfundimtare në B. Medici në Itali, Tudor në Skoci, Matrafal në Wales dhe familja Bourbon në Francë dhe Spanjë. Sakt! I falenderoj publikun për ndihmën. Altini, mund t'ja kthesh publikut, po deshe do të thotë këtë ndihmë me një performim tuaj, jo detyrimisht. Unë të kam parë duke performuar me gitarë, duke kënduar dhe Harmonika, po. Harmonika. E keme vete harmonika? Po. Më merr mendje. Evo, hej! E tjerë, se to s'kan fund. Ka harmonika, ka tjetër zhanër muzike, kupton? Ne themi që nga bluesi, country, jemi mësuar të shohim do të thotë sekuenca filmike dhe posa unë duhet të dëgjuar disi fillova të udhtoja në Saharat e Amerikës në një gjithmonë të çon diku. Në një pompë derivati duke pritur aty, si mu duk sigur më është prishur, po një kaktus anash, më është prishur makina. Faleminderit Altin. Kemi arritur te pyetja 10, të ka mbetur një ndihmë. Po. Me çfarë emri njihet superkontinenti parahistorik? Megadat, Tibernog, Galomia, Pangea. Megadat, Tibernog, Galomia, Pangea. Ishte koha do të thotë kur kontinentet nuk ishin të ndara njëra me tjetrën. Po, marr vesh. Ke ndonjë mik gjeograf, geolog, arkeolog, parahistorik, paleontolog. Unë me konë si ti e kish halon. Si? E kish halon këtë falë së mëmëj. Nuk s'kam asnjë lloj ideje faktikisht. Provoj me ndihmën. Po, detyrimisht ta provoj me ndihmën. Okej, me ndihmën me telefonin. Ndihma. Atëherë, ndihma telefonomikun, cili do të jetë miku juaj? Një me shoqe. Shumë bukur. Atëherë linjën telefonike ju lutem, do të kontaktojmë bashkëshortën e Altinit. Emri? Irena. Irena Gocin. Alo, përshëndetje Irena. Përshëndetje. Femi Ferrati nga Quizi Kur do të bëhet milioner, me mua është bashkëshorti juaj Altini dhe ka arritur në pyetjen e 10. Dhe sigurisht e dini pse ju kemi telefonuar. Po. Është një quiz të unë dje, kështu që jam shumë informuar. Atëherë, Altini, keni gjithsej 30 sekonda. Këtu, pastaj keni kohë sa të dëni. Atëherë, me çfarë emri njihet superkontinenti parahistorik? Megadat, me çfarë emri njihet superkontinenti parahistorik? Megadat, Tibernog, Galomia apo Pangea? Parahistorik, ë? Po, kontinent, superkontinenti. Megadat, Tibernog, Galomia, Pangea, ka qenë kontinenti 5 bashkë. sekonda. Shpejt. E fundit. E fundit.
Atëherë unë derisa mora në telefon E për fundit ndihmë, në sekondën e fundit. në sekondën e fundit. Atëherë dakord. Dën atë le të themi përgjigjja ime përfundimtare. D. Pangea. Në kohën kur kontinentet nuk ishin të ndara me njëra tjetrën, emri i superkontinentit parahistorik nuk është Megadat, as Tibernog, as Galomia, por Pangea. Bravo! Altin, 1.750 euro. Urime. Urime ju, urime Irenës, urime për këtë aktivitet, Faleminderit. urime dhe shkollës, apo Patjetër. kudo që do të shkojnë këto para. Pyetja 11 për 3.000 euro. Cili prej këtyre detarëve të njohur kishte udhëtuar rreth botës me anijen e quajtur Drenusha e Artër? Francis Drake, James Cook, Vasco da Gama, Ferdinand Magellani. Normalisht sa më larg gjiten pyetjet, aq më vështira bëhen. Drenusha Art. Ka që diku kam lexuar, nuk jam i sigurt. Mbase për James Cookun, Magellanin e di që një ka rënë botës rreth e qark. Po se ditë me çfarë nia, si kishte emrin ania. Ndihma nuk kam, Patkeqësisht. mund të luash sepse po të tërhiqesh, do të është shuma e garantuar. Shuma është e garantuar. Okej. Atëherë dhe unë nuk po e mendoj gjatë atëherë. Po vazhdoj siç më thotë instinkti me bën. Do ta provoj bingo. James Cook bëja Për të fundit, përgjigjja përfundimtare. Fatos, Donat, juve çka jo mërmendja, cila është e saktë? E sakt do të ishte tërhiqet. Po, pavarësisht se ja fus një kot, ku do t'ja fus një pra? Unë ja kisha fut kot, kom qef, parën. Nëse do t'ja futnim kot, unë dën ashta Magellani më thot diçka ma shumë në këtë aspekt. Kurse unë ja futa kot ke bëja. Po, krejt po ja fusim kot këtu. Mirë, njena pej trijave s'ka qare pa qenë. Miru shpërndam. Edhe unë po ja fus kot në MC. Edhe njeni po ja qillojmë, Po, Si duket- sigurisht. Si duket, unë e di që Altini nuk ja ka qelluar. Jo inshallah. Por as Donati, ma Diasun, si duket ja qelloj Fatos. A do me thonë që Altin, kjo që... Gjithsesi, Fajn, Po, no Pa Fatos. ndërhyva pa lidhe. Nështë me thonë, a do të thotë kjo që kom fat në këtë punë, që ka? A ke fat në këtë punë? Po, Do me shta që e prej sëllohë. asaj karrige ke fat, por fati këtu, du të provohë. Të shojmë, a bërë me s'karike me ardha? Po, Altin, faleminderit shumë, ishte knatësi. faleminderit Dhe juve, urime- kënaqësi dhe për mua. urime për Faleminderit. suksesit tjera. Faleminderit. Suksese dhe fitofshi sa më shumë. Suksese. E tani të nderuar të shikues, i tras edhe dy aktorë të mirënjohur. Opa, mirë se ke. Së në vendë. E zurët vendin, e më mirë, ka qenë rezervuar. Mirë Rama, së s'jo mirë. Brava. Po në gjëndimaj?